Përgjigje sa primi. Mund të më shtysh sa duash, po nuk të shitem, zoti Hamit. Në këto format kemi hasur histori që asnjëra nuk ngjan me tjetrën dhe po ashtu kemi takuar njerëz që padrejtësiti kanë nga më të ndryshmet. Por kjo që kemi përjetuar në 15 ditë xhirimi ka përcen kufite çdo imagjinate. Por më tepër kur protagonist është një fëmijë 7 vjeçar. Zana filloi këtij skandali nis me një masakër në Burgajet të Matit, që tronditi vendin 7 vite më parë ku një prej viktimave ishte bashkëshorti i kësaj zonje. Jam martuar në moshë të re, 16 vjeçe. Kena pas një marrëdhënie shumë të mirë me ish bashkëshortin. Na fali zotin një qun, kur bëri quni 6 muajsh me 11 tetor 2018. Bashkëshorti ndroi jetë, ka qenë një lokal, Huangër Buk, kanë qenë 13 veta në lokal, dhe fut një pishëm, ka fut armën ke dera e lokalit dhe ka gjuajtur. Për fat keq, e ka kaplumi dhe ka ndruar jetë, jo vetëm ai, po dhe 3 tjerë. Jeta e bashkëshortit të afërditës u ndërpre, duke lënë pas dhimbje tek familjarët, por edhe sfidën e madhe të një 18 vjeçareje e cila pas vetëm 2 vitesh martesë Gjelieve dhe duhet të rriste e vetme të voglin e saj. Mbasi vdiq bashkëshorti, u bë ceremonia e varrimit. Djali im ishte i vogël në atë kohë, vetëm 6 muaj. Baba im e diskutoi me ish-vjerrin dhe i tha që unë vajzën do ta lej 40 ditë këtu dhe mbas 40 ditëve do ta marr bashkë me djalin. Se zoti babai la me nën të rritet. Fjalë të peshuara mirë, sepse një adoleshente në një foshnje nuk ishte si të ngryste jetën në shtëpinë e vjerrit dhe vjerrës. Dhe në atë moment kishte nevojë për mbështetjen që vetëm nëna dhe babai mund t'ia jepnin. Vjerri në fillim pranoi, por kur ditët e caktuara po mbaronin, gjërat ndryshuan. Nejta 35 ditë aty, pastaj ato ndruan fjalët dhe vendosën kushte. Ishte ora 1 natës dhe më thanë mu, hajdu ullu këtu, dhe më thanë ti, o do rish me qënë këtu, o qënë me vetë nuk ke me marë. Ish vjerri bashkë të gjithë pjesëtarët e familjes. Pasi nusja kundërshton, ata nuk të riqen as pak nga kjo kërkesë absurde. Thirrën babain tim dhe i thanë që ti nuk e për ta marrë vajzën bashkë me qunin. Quni im ndroi jetë. Tani nusja po na del prej shtëpie, quni vogël nuk del dot prej shtëpie. Ti mendou bën çfarë të duash, mendou deri nesër. Një kush që mund ta vendosin vetëm mendjet e sëmura të një familje, e cila pas ronditjes nga tragjedia kërkonte të mbante peng nusen dhe nipin. Aty tha baba im, prej nane nuk ka pse të ndahet fëmia. Ty u zun, u grindën, sa si më vra në të kohë dhe unë isha moshëre, kam ikë se thash mos vriten. Do e di qatë fëmi, do e takoj, do e marë. Nëna, atëherë adoleshente, mendonte që kjo këmbgulje e vjerrit dhe vjerës do të ishte e përkohshme, dhe ata do të kuptonin që po e mbanin peng fëmijën e saj. Por shpejt bindet se ka gabuar. Momentin kur jem larguar, kam ikur me shpresë që fëmin do ta takoj, fëmin do foli, do ta marrë dhe në natë, ta mbaj dhe une. Dita ditës, unë kom pas përplasi me ta që më thoshin hajde kë shtëpia, nuk ta nxjerrim në takim. Kom pas kontakte vazhdimisht dhe me kamerë, që ma kam pas nxjerrë qunin. Kë shtëpia nuk kam pas shku, po në Burrel e kam pas taku, po kena pas debate vazhdimisht. Që bën edhe më të ashpra pasi fëmia rritet. Kjo e shtonte rrezikun për ta që i vogli duke afruar me nënën, një ditë të mos kthehej më. Dhe këtë nuk donin ta pranonin kurse si. Në momentin që vazhdoi quni të kuptu dhe tha ish vjerra, mu shpreh që unë nuk kam mundësi, tha, të ta nxjerr qunin, ta takosh, unë jam moshe vjetër, i thash unë nga që ti je moshe vjetër, thash nuk e mundësi, thash ma jep djalin mu, nuk kishe pse të ma mbajshe, ti, thash, se nënën e kishte gjallë. E risha vetë, thasht fëmia im, ti e ke gjallë, unë e kam vdekur e maj për mal të fëmijës tim. Një gjyshe që përdor nipin si objekt për të shëruar dhimbjen e saj, duke cënuar të drejtën e të voglit për të patur dashurinë dhe ngrohtësinë e nënës. Dhe këtë e shpjegon më së miri ky vlerësim psikologjik i dy ekspertëve sipas të cilit dy gjyshërit projektojnë fëmijën e tyre të humbur dhe ky projektim e cënon personalitetin e tij duke atribuar një model të gatshëm. Fëmia nuk mund të zëvendësojë babain e tij. Më kërkoshin që të mbyllsha në shtëpinë e tyre. Vetëm me fëmijën, pavarësisht se kisha burrin. Diçka që afërdita nuk e pranon duke acaruar më shumë dy të moshuarit. Që e panë që unë nuk doja që të kthehesha në shtëpinë e tyre, ato filluan dhe më ndërpren të gjitha kontaktet me djalin. I bija telefonit, s'mu përgjigjeshin. Dhe kjo ndodh për një kohë të gjatë. Gjë që e bind përfundimisht të gruan e re të nis një proces gjyqësor për marrjen e fëmijës. Gjykata e shkallës së parë vendosi që fëmia të më kthehet mua. Ato
e apeluan dhe po një lloj dhe gjykata e apelit të vendosi fëmia t'i kaloj nënës. Do të ishte çudi që të ndodhte e kundërta, prandaj nuk mbetej tjetër vetëm të zbatoj vendimi i gjykatës dhe fëmia të bashkohej me nënën. Por këtu gjërat marrin një kthes të papritur, sepse dy të moshuarit jo vetëm refuzojnë të zbatojnë një vendim të gjykatës, por bëhen agresiv ndaj shnuses duke e kërcënuar hapur. Pavarësisht kësaj gjuhe të ashpër dhe të tensionuar, nëna e re nuk tërhiqet dhe mundohet disa herë të takojë të voglin në orarin e mësimit. Por edhe në këtë rast i zhvjerri reagon me ashpërsi. Në shkollë nuk e drejt me shkollë. O të shkoj prap të me shku, prap të shkoj. Edhe di vetë se më ka të shkoj. Unë që nga në shkolla, atë të shkoj. Gjatu. E makinës, në stadioni, dërin në katastrofë. Sot që flasim, kanë kaluar 7 vite që unë nuk po marrë fëmijën tim. Ka 2 vite e gjysë që po merre me polici, me psikologe. Fëmija herë e nxjerrin takim, herë jo. Sa herë vjen, fëmija është i mësuar dhe njerëzit e kanë dëgjuar që momenti kur zbrit fëmija nga makina atyre, thonë qaj me nonën, qaj se do vi policia të të marri. Kjo që sapo dëgjuat nga goja e nënës është shënuar edhe në një vendim gjykate të datës 13 shkurt 2024, në të cilën thuhet se fëmija është indikuar negativisht nga gjyqja, duke i thënë qaj me nënën se do të marrë policia. E shtrëngon fëmija, vjen ish vjerra, përdore dhe fëmija është i trembur, as nuk ta lejnë dhe ta përqafoj. Merrte fëmijën, përdore dhe u largonte. Bo 26 seanca që po merre me zyrën përmbarimore. Nuk e kam ditë se ku ka qenë fëmija im 2 muaj ditë. Qeshor, korrik, nuk e kanë treguar se ku është fëmija. Thonin jemi në plazh, nuk e tregoshin vendodhjen se ku është fëmija. Kam bërë kallëzim në polici. Prej 7 vitesh, pavarësisht vendimeve të gjykatës, një nënë nuk arrin të ketë një kontakt sa do të vogël me fëmijën e saj. I marr peng nga 2 të moshuar të cilët i kanë mohuar të drejtën e prindërimit, ndërsa djali 7 vjeçar figurën e nënës. E gjitha kjo me dijenin e institucioneve që duhet të zbatonin prej kohësh një vendim gjykate të formës së prerë. Burgajeti është një fshat malor 13 kilometra distancë nga qyteti i Burrelit. Shtëpia e Hamit Hoxhës, gjyshi të fëmijës të mbajtur peng, ndodhet në brendësi të fshatit. Në banesë është vetëm nipi i madh i familjes, prandaj vendosim të vihemi vetë në kontakt me të zotin e shtëpisë. Përshëndetje, si jeni? Jeni ju. Zoti Hamit, unë jam Jona, jam gazetare nga emisioni Piranja. Kam një denoncim, bëhet fjalë për moszbatimin e një vendimi gjykate të shkallës parë dhe të gjykatës apelit dhe pengimin e urdhrit të përmbarimor. Unë jam në raport dhe më ashtu doktori që unë duhet vazhdoj plazh pa qenë se unë bëj një operacion në gjinatiri dhe vjet. Në raport unë deri në nëntor. Ti s'do rish deri në nëntor në plazh, zoti Hamit? Në plazh deri në fund kushtit. Si ka mundësi që nesër juve keni takim me përmbarimin dhe psikologun e çështjes dhe po ashtu duhet që fëmia të ishte prezent. Ku e keni çuar fëmijën? Nuk mund të zëni fëmijën, ti thon me zor që të shkësh e të jetosh filan familje, mos më bë me përdit jam larg. Pa automatikisht jeni duke penguar një urdhër përmbarimi, jeni duke mos zbatuar një vendim gjykate që është i pakthyeshëm. Si lidhje me gjën jam burg. Po prapë, po ky është problemi, se dikush tjetër nuk po e zbaton ashtu siç duhet. Ky moshuar vën në rresh dhe tallet me një zinxhir të tërë aktorësh të zbatimit të ligjit. Ndaj ju paralajmërojmë se ky është vetëm fillimi i një serie paligjshmërish. Një ditë pas kësaj bisede as pak shpresdhënëse me të moshuarin, afërdita e shoqëruar nga forcat e policisë, përmbaruesi, shërbimi social i qytetit dhe psikologja nisën drejt burgajetit për të ekzekutuar vendimin e gjykatës. Këtu duhet të sqarojmë që prej 2 vitesh kjo është e disata tentativë për ta rikthyer fëmijën tek nëna. Besojmë se jemi në rrugën e duhur. Forca e ligjit është me ne në këtë ditë të rëndësishme për nënën, por edhe për të voglin e saj. Por nuk është e thënë as kësaj here. Ku ndodhesh? Të njoftova dhe unë të thash të mpresësh banesë. Jemi në zbatim vendimi ke deni sot. Po se të thash unë që duhet që ndrosh mbanese po bësh pengimi ekzekutimi. Dhe në bazë në 606 të kodit procedurale që sot do dënoni 500.000 lekë gjop. Në bazë në 320 kodit penal unë do drejtohem prokurorit sa rreth gjyqësor libër kallëzim penal për pengim ekzekutimi. Si gjithashtu zonja në fjalë, ti drejtohet gjykatës për marrë fëmijën pa drejt. Tani ai po sfidon shtetin, po sfidon gjithçka. Hamiti nuk e ka prishur as pak reatin e plazhit, edhe pse ishte njoftuar një javë më herët që atë ditë nëna kishte takim me djalin dhe duhet të ishte patjetër në shtëpi, edhe para lajmërimit të përmbaruesit, apo gjobat e njëpasnjëshme që merr nuk e stepin as pak.
Ndërkohë që inspektorët e policisë duket se nuk e kanë me aq qejf të ndërhyjnë në këtë konflikt që ndoshta ju ngjani pa rëndësishëm. Nuk lejohet atë. Se punë favori. Si e mbani raportin me asaj? Dihet që ndoshta e pa takt pyetja ime, që se gjetëm në botë. Kanë veprime kriminale. Me këtë larje duash të SPZ së zonës u mbyll pa rezultate dhe një ditë tjetër e përpjekjeve të afërditës për të parë djalin. Isha sot në Burgajet dhe keni marrë fëmijën dhe jeni largu. Po jeni në plazh në. Si ke marrë fëmijën dhe ja rradis dhe nuk tregon se kur je. Ti e din që ke një vendim gjykate për zbatuar. Si largohesh ashtu me fëmijën? Çfarë vendim gjykate ne? Çfarë do të thonë ti? Shko se ka gjykat, shko po pa din gjykat. Të skalon vend bashku. Unë prek me dorë, unë prek as ti as kokush. Se nuk do të fitosh asnjëherë me mua. Edhe për klasën e të gjykat. Unë nuk do të fitosh asnjëherë. Shkollën gjykat Hagës me mua nuk fiton sepse ti mush marr me prek se o do burgosesh, unë nuk kom frikë. Më dëgjo këtu. As ty, as Ramadobutin, Më as çolok. me shtet me 20 vet nuk vjet problem me mua. O janë nëna se fëmijë bën me radhë dhe shpirtin e jap për fëmijën. A ke mbyllur telefon se s'kam nuk kam Terezin tonë se jam A ku të besoj unë jam nëna se fëmijë? Mbyllur telefon më shumë mama. Kjo telefonat thërret skandal, jo për sjelljen plot arrogancë të këtij individi, por për indiferencën e organeve ligjzbatuese të cilët nuk i shohin këto veprime si vepër penale. Është 16 korriku i këtij viti date paracaktuar për ekzekutimin e radhës të vendimeve gjyqësore. Nëna, psikologja, përmbaruesi shërbimi social i bashkisë dhe punojësit e policisë janë mbledhur në një nga sallat e Pallatit të Kulturës Burrel, ku pritet ardhja e fëmijës. Por siç mund të imagjinohet, aty u paraqiti vetëm gjysh Hamiti. Zoti Hamit? Jonida Mukja, gazetare nga Piranjat. Se i mohoni të drejtën ligjore dhe morale një nënë të gëzoj fëmijën e vet? Absolutisht nuk ja ku mohuar. Ja ke mohuar. Absolutisht që. E kalon ajo atje në dy. Si ja jep ka gjykata dhe gjykata apelit fëmijën nënës me vendim të formës së prerë? Urdhërozojnë. Ti me lezo ti, a ke bërë shkollë për dokument apo s'ke bërë? Po e ke fëmijën sot. Ja ku është vendim. Se vjen vetëm me letra këtu. Fëmija ku Jam në plazh. Fëmija ku plazh. Plazhi juaj mund të zgjas një vit. Ja ku vendim. Ja ku vendim. Ja ku vendim. E ke pa, s'e ke pa. S'e ke pa ti, nuk e ke pa vendimin. Sa vendime gjykata apelit ka marrë. Jo tulem mos. Patjetër që mund të utesh. Në Kratëndin edhe bashkë me juve. Biseda e parë me ish-vjerrin e afërditës na dha një imazh të qartë të karakterit të këtij personi, I cili nuk njeh asnjë ligj duke i bërë sfidë të hapur institucioneve. A jeni juve që i keni thënë zonjës afërdita që ato fëmijë do t'ua marrun? Absolutisht jo. Edhe kujdes ta hek shumë shpejt. Edhe ato vendim gjykate që të ka dhënë gjykata i keni thënë do t'ua marrun dhe atë letër. Rastin që ka mund ta hek. Është gjë për shkak. Argumentat që sapo ja numëruam nuk e bindin as pak të individ i cili nuk njeh arsye. Madje ngre zërin edhe me përfaqësuesit e institucioneve prezent në takim, të cilët qëndrojnë tërësisht pasiv gjatë show-ut që ai ofron. Ne një përshëndetje të kodit. Po pyetë drejtë. Po fëmia dhe e ka mia. Jo, kënd. A do të më bëj prekesë të dimit? O zotni. O zotni, u të flas dokumenta. Thuaj shkruaj aty jam plazh. Në një moment kur i moshuari po sfidon institucionet, madje duke i vënë në lojë, përmbaruesi duket se ka më shumë hallin e prezencës tonë atë sallë. Lutem me një që erdhët, a ka mos i vërtetë? Patjetër që po, s'jam pengesë. Unë erdha thjesht pse jo për të bërë nxitje që nëna atje të takoj fëmijën sepse ka më shumë se 3 vjet që po i penalizohet. Juve jeni prindër? Keni ndjeshmëri përveç se detyrës? Për të bërë një detyrë duhet jeni dhe human, zoti përmbarues. Kjo ndërhyrje e Jona duket se e ka shkundur përmbaruesin i cili rikujton gjyshit të fëmijës shkeljet e vazhdueshme që ka bërë gjatë këtyre viteve. Jemi parë një vendim të formës prerë. Kemi caktuar datën për zbatimin e vendimit. Kemi gjybitur me gjobë në shumë gjatë 500 vite si pas në 606 po. E kemi kundërshtuar gjykatën. Por sot kemi që do praqë, do të zbatohet vendimi gjyqësor. Ne kemi shkruar paralelisht në telefon, mesazh dhe me të thënë që jemi me pushrime për një afat deri 20. Të kam kthyer përgjigje nga rrugë, po zë nuk është kaq ligjor. Jam në plazh. Gjë tjetër se ti nuk na ke adresën ti në klas, di prindi ku ka adresën e tij. Më sill e gabime me gjithë djalët të patë vendimin që ka. Pas çdo fjalie që përmbaruesi artikulon, Hamiti thot po, por fëmijën Aman nuk e sjell asnjëherë. Madje kërcënon dhe të pranishmit në sallë. Unë jam pro vullneti të të shirë shpirë. Unë jam e të shirë por, me forë, nuk do pranaj që e fragmentorë, se do të bëhet me shumë. Ti pa. Absolutisht. Ti pa, po mbron nga nëna, po çfarë diagnoze ka që duhet rrim plazh?
Më thua një diagnozë, fëmija ka dhe duhet rrim plazh ai shumë muaj. Ju po bëni interesat e juja. Si e mori? Asnjëherë s'u nevojë pa fëmijë, asnjëherë s'u nevojë me dorë. Se shkoj kokën bukull, s'u nevojë me dorë. Se kom rritu për 7 vjet, nuk janë gjallë me tre. O, me dëshirë jam me dëshirë. Siguria me të cilën ky person flet për reagimin që mund të ketë fëmia nëse takohet me nënën, ka si bazë punën e gjatë që kanë bërë bashkë me gjyshën e të voglit për të amiqësuar këtë të fundit me Afërditën. Që në fillim që më kanë kërcënuar, kom dalë për asaj shtëpia dhe tash vazhdojmë prapë me kërcënimin, që mos ta shikosh atë fëmijë dhe kur të rritet të kuptoj të bi vetë se ti e ke dramatizuar, ti e ke thonë shmos, ti nga më ndryshme. Ti e ke sëmur fëmija s'ka si që. Një ligjit edhe në gjysh fakët për prallë me batë. Ligjje, zotja Amit, i cilit ligjje? Se i këti ligji që ke përpara me këto letra që ti vjen, nuk je i këti ligjit. Le ta shohim vullnetin e fëmijës sot në fëmijë. E kom në plazh, mas datës 20. Seancën e 21 nuk është në dëshirën tuaj. Gjyshi i fëmijës del nga salla i nervozuar në indiferencën e përfaqësuesve të institucioneve, të cilët për të disa të herë dështuan përballë një individi tërësisht të papërgjegjshëm. Ndërsa ne përpiqemi sadopak ta bëjmë të arsyetoj. Se mbani pa dëshirë dhe pa miratimin e nënës një fëmijë. Ka një kujdestari ligjore, zoti Amit. A e di ai fëmijë se kë ka në? Kë e keni prezantuar për nëna të fëmijë? E kemi prezantuar. Kë? Ajo është nëna ti. Ja kom dhënë gjitha opsionet asaj. Kujt ja ke dhënë? Asaj. Mi tregoç. Më janë në mbrapa mua pra. Do të të vjedhë sa të marr një përgjigje. Absolutisht atë përgjigje sa fëmijë. Mund të më shtysh sa duash, por nuk të shitem, zoti Amit. Lëre fëmijën të njohë nënën e vet. Leje nënën të takohet me fëmijën. Po nuk e do ajo. Ajo sikur të mos e doj, nuk vjen nga pas në shko. Nuk ka nënë që s'do fëmijën, zoti Amit. Asnjëherë nuk ka për nënë. Para një viti, me psikologe Silda Dervishin, ajo boni një marrëveshje, kthehej në pikën 0, fillim takimet, afrime sepse fëmia nuk e njeh nënën. Sepse ajo ka qenë martuar dhe nuk e ka pa 5 vjet. Në realitet e vërteta është këtë ndryshe, sepse sipas raportit të psikologes, element pengues në këtë proces kanë qenë gjyshërit e të miturit, në veçanti gjyshja. Ky qëndrim është në dëm të interesit të fëmijës nëse marrëdhënia me njërin prind ndërpritet. Në përfundim, rekomandohet terapi psikologjike për të lehtësuar marrëdhënien me nënën. Gjithashtu, të shmanget prezenca e gjyshërve gjatë takimeve dhe prezenca e individëve të tjerë që nuk kanë lidhje me procesin. Unë e kuptoj fëmijën, situatën emocionale që ti ke. Edhe dhimbjen tënde, zoti Amit. Nuk ta këtën do të ta mbash në fshota. Jo, no. E zënë se mos. Kjo merë gjitha atributet ligjore, po shkuja shtetit dhe ku dojë me jeto ma fëmijë dhe edhe natën e mija. Ja, bëhesh pengjes për të gjyshit ta takon fëmijën? Jo, nuk vetëm kaq me. Por në këtë histori ka edhe një detaj tjetër paligjshmërie për të cilin organet ligjzbatuese do duhet të hapnin hetim. Bëhet fjalë për regjistrimin e fëmijës në shkollë. Bazuar në ligjin për arsimin, fëmia regjistrohet vetëm kur kujdestari ligjor aplikon në njëllbenja. Dhe kujdestari ligjore 7 vjeçarit është vetëm nëna e tij Afërdita. Prandaj, askush tjetër nuk do të mund ta regjistronte përveç saj. Kom shku ke drejtori i shkollës, i kom thonë aktualisht që kom. Edhe ky mor shefin arsimit në telefon. Shefi arsimit ka marrë ministrinë në telefon. Edhe ministria i ka dhënë urdhër shefit arsimit. Do të regjistrohet në Albania të gjyshit. Ta kanë regjistruar? Po si se ka regjistruar? Po të drejtë, kam që ta takoja fëmijë të shkolla që i kam shku se ka të shkollës. Ka shkolla nuk të kalon mësues ose ka shkolla nuk lejohet me taku. Shku për ditëlindje për ta taku fëmijën, ka qenë ndjeni asnjë. Pse se më njoftovë mua? Se e ke me ligj me mjofto mua se fëmia jeton ka unë. Ke këtë ligj që duhet të të mjoftoj ty mër se ke nëna. Momentin që kam dalë nga shkolla, fëmia është futur në klasë, më ka thënë mos u esët mua. Më ke marrë në telefon, ke kërcënuar. Ata thash në telefon. Do të bëjmë kur të rritet fëmia vetë, të vi vetë, të takojë vetë. Me shkollë të shkollë, me ligjë, me shkullë me pa pranin tonë. Shkolla është shtetërore dhe nuk lejohet në asnjë mënyrë edhe të gjithë fëmijët që punë. Ky zotëri jo vetëm që është cinik dhe kërcënues ndaj shnuses së djalit, por edhe gënjeshtar kronik. E ka nisur ditën me gënjeshtra me përmbaruesin dhe po e vazhdon edhe me ne. O zotëri, po përveç me letrave dhe ligjit, a njerë të ndonja Ja. Asnjëherë nuk do ta bëj. Po ku e ke ti pa pranin time? Asnjëherë. Pa pranin time, asnjëherë. E ke bërë këtë ligjin vetë? Jo më ka bërë shteti. Ku ma nxjerr pra ku e ke? Ku e ke? Ku e ke të shkruajtme? Ke të shkruajtme? Është e shkruar. Po ku pra? Se fëmia jeton ka unë. Ita nuk i lejohet të takoj fëmijën e saj Donaldin pa prezencën e gjyshëve të Hamid dhe Vladie Hoxhës. Ku e ke? E kam, po do të ta tregoj.
ke një nën këtu, ke një fëmijë që nuk është folur kur për atë nën. Sepse fëmia, si do të jetë, e krijon në një vizatim, në një laps, në një letër, e shkruan diku, e pikturon se si e mendon nënën e vet. Po normalisht se si të vi fëmia dhe të ngejt fëmia vetëm në përdyer institucionesh, për të bëuni pak më human, lutem pak më human. Po si do vjesh e ti nëse kjo zonjë do abuzë e këve të kundër? O zonjë, nuk pranoj fëmia me shkuve nana dhe. Pranoj fëmia ku është një proces verbal, su nuk të gjithë proces verbalet i kam parë që interesi i fëmijës për nënën është i iniciuar nga të tjerët. Tashmë janë 3 raportet e psikologëve gjyqësor në të cilën thuhet se i mituri vjen i përgatitur se çfarë duhet të bëjë në seancën përmbarimore dhe indikuar negativisht për takimin me nënën. Gjyqja dominon fëmijën dhe refuzon të lehtësoj krijimin e një marrëdhënie midis nënës dhe fëmijës. As nuk e kam lënë, as nuk do ta lej. Kur? Ta kam thënë këtë fjalë që në shpitane parasimental. Kur thore, jam trem se isha më shëre, 17 vjeçe, nga pas dokumentave edhe në përgjigje, unë nuk ja daj, dhe në gjyqë hagët vazhdo. Kjo përplasja afërditës me vjerrin do të vazhdonte edhe më shumë. Pa marrë ndonjë zgjedhje, prandaj në këtë situatë vendosim që një hap i rëndësishëm do të ishte edhe një takim disa minutësh me saj dhe djalit të vogël. Prandaj bëjmë Amitit një kërkesë që çuditërisht u prit me pozitivitet. A do të sjellësh djalin nesër? Po. Ku do të sjellësh? Ku në lishtë. Okej. Fjalë burrash? Po si, patjetër. Edhe të shohësh mindi. Fjalë burrash. Po fjalë burrash. I sigurt që s'mund ndryshon fjalë? Absolutisht jo. Nesër? Absolutisht. Nesër ku do ma sjellësh fjalë? Këtu, ke lulishte këtu. Te lulishtja këtu e lodhot. Okej, dakor. Mos më ndryshon fjalë. Asë janë bo. I sigurt? Asë janë bo. Po të ishe sot, pra pa hekura vetë, funksiononin të gjitha.